Detajet ronditse janë zbuluar nga dëshmia e nënës së Mark Samson, i akuzuar për vrasjen e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula. Sipas mediave italiane, ekziston një armiqësi e heshtur mes nënës së autorit dhe viktimës, e ndoshta e lidhur me bindje fetare apo shqetësimin se lidhja e djalit po i shpërqendronte nga studimet. Hetuesit po hetojnë nëse kjo marrëdhënie ka ndikuar në ngjarjen tragjike. Dyshohet se Ilaria si u mori jeta në mënyrë të papritur në dhomën e Markut dhe trupi i saj u hodhë një gremin pasi ishte mbështjellë me plasmas dhe futur në një valiçe. Pavarësisht se prindërit deklaruan se nuk dëgjuan asnjë zhurmë, hetuesit janë skeptik ndaj versionit të tyre dhe po shqyrtojnë mundësinë e përfshirjes së tyre në fshehjen e krimit. Ngjarja ka lënë pas një hije dyshimi dhe tragjedie mbi komunitetin Filipinas në Rom, të cilët janë të tronditur nga akti i tmerrshëm. Hetuesit po punojnë për të zbuluar të gjithë rrethanat dhe për të identifikuar kush do të mbajë përgjegjësinë për këtë vrasje të rëndë. Tensionet mes familjes së autorit dhe viktimës duket se ka qenë i thellë dhe ende nuk është e qartë nëse ky konflikt ka luajtur një rol kyç për krimin që ka ndodhur. Hetuesit po analizojnë gjithashtu çdo mundësi që lidhet me mbulimin e krimit, me ndihmën që mund të ketë ofruar anëtarët të tjerë të familjes.